pensionet e veteranëve, të pensionet e pleqërisë, njëkohësisht të personat me aftësi të kufizuara e të tjerë, edhe ata të verbër, janë të larguar nga paga minimale e Kosovës. Tash na e dim që është rrit paga minimale deri në 425 euro, ndërsa këta ende kanë një pension prej 170-180 eurove. Sa është e mundshme që ne së bashku si komision ta krijojmë një amandament përmes të cilës e kërkojmë që të ketë një rritje, kështu që nëse kishim mujt me pas një bashkëpunim në lidhje me këtë, ne kemi kohë besoj deri nesër në ora 12 në qoftë se dëshirojmë që të dërgojmë një amandament së bashku si komision. Por shkelja drejtat njerëzit, nëse ato kategori që të respektuame dhe të nevojshme i përmendin deputeti edhe kjo e ka të gatshëm amandamentin, ne mundem edhe me diskutuar si komision edhe me dhon përkrahje kush ka vullnet ose mos me dhon përkrahje. Kjo nuk na kufizon. Domethënë as nuk do të na kufizoj asnjëherë. Esenca kryesore e këtij komisioni është të drejtat e njerëzit. Unë nuk po shoh diçka që duhet me votu këtë buxhet për shkak se neve na vijnë edhe amandamente me i përgatit. Unë për shembull kisha dashur si komisioni përbashkët me përgatit përveç deputeti Jashari që thash atë amandament që plotësisht pajtohem që duhet me përgatit, mirë po kisha dashur edhe një amandament tjetër me përgatit për personat me autizëm. Fatet e përshpejtuara me shumicë votash ku na detyrojnë neve me shqyrtu dhe me dhon aprovim ose jo këtij buxheti. Tash diskutimet e tjera, në veçanti tema të ndihshme, siç i përmendi kolegja, sa kanë të bëjnë me ligje të ndryshme. Jam i gatshëm me deklaroj pejtash gatishmërinë, mi shiku edhe mi mbikëqyr ligjet, mi ia gjet ngecjet si komision. Mirë po sot në ndryshime ligjore dhe propozime jashtë një ditës, muna me ndryshu diçka, po buxhetin ju kisha lut. Propozimet eventuale ose amandamentet kanë pas afatin deri këtu. Janë afate të përshpejtuara. Nuk që të organizohet një vizitë e Komisionit për Drejta Njeriu sa më parë, sa më urgjent në Hag, në dhomat e specializuara të Kosovës me selinë e Hag, ku edhe në të kaluarën ka një praktikë ku Komisioni për Drejta Njeriu ka vizitu edhe krerët e UÇK-s, po ka vizitu edhe ka diskutu edhe me përfaqësues të kësaj gjykate, me që jemi në fund të këtij procesit. Unë mendoj që është jetike që ky komision edhe një herë t'i adresoj të gjitha shqetësimet e krerët të UÇK që kanë të bëjnë dhe që ndërlidhen me të drejtat e njeriut. Po ashtu propozojmë që pikërisht në këtë komision të thirrën edhe ata që tashmë kanë kalu këtë proces, siç është zoti Gucati, zoti Haradina edhe të tjerët, për të marrë edhe përshtypjet e tyre sa i takon të drejtat të njeriut ose mos respektimin e drejtat njeriu nga gjykata dhe të krijohet këtu ndoshta edhe një raport i komisionit i cili mandej do të ndahet edhe organizatave ndërkombëtare që merren me të drejtat të njeriut dhe